Në Universitetin Shtetëror të Tetovës është mbajtur konferenca shkencore me titull Globalizimi dhe shteti i së drejtës. Në këtë konferencë ka marrë pjesë edhe Ministri i Arsimit dhe Shkencës Abdulaqim Ademi, profesor dhe student, i cili paralajmëroi më shumë buxhet për Universitetin Shtetëror të Tetovës. Buxheti i Ministrisë së Arsimit dhe Shkencës për vitin 2016 do të shënojë një rritje prej 13.200.000 euro në krahasim me atë të 2015. Rritja është në pozicione të ndryshme. Kjo rritje e buxhetit në Ministrinë e Arsimit dhe Shkencës reflektohet edhe në buxhetin e Universitetit Shtetëror të Tetovës, që e siguron Ministria për vitin 2016, ku shënohet një ngritje për 1.700.000 euro, krahasuar me atë të vitit 2015. Shprehur në përqindje, buxheti i Universitetit Shtetëror të Tetovës për vitin 2016 do të shënojë një rritje për 32% në krahasim me atë të 2015. Universiteti Shtetëror i Tetovës në vitin 2016 do të jetë universiteti i dytë që do të menaxhojë me buxhet më të lartë menjëherë pas Universitetit Shënkirini dhe Metodit në Shkup. Dekani i Fakultetit Juridik Ferhat Polisi tha se Fakulteti Juridik në vazhdin e aktiviteteve ka një strategji zhvillimore. Nëpërmjet hapave që po i realizojmë, ne do të jemi konkurrent të fuqishëm në pjesëmarrjen e projekteve shkencore të financuara nga Bashkimi Evropian dhe ato ndërkombëtar për promovimin e kërkimeve shkencore, përgatitjen e projekt propozimeve, lidhjen e partneriteteve strategjike e tjerë. Jemi duke shënuar progres në rritjen e numrit të cilësisë së projekteve kërkimore, po forcojmë lidhjen e mësimdhënies me kërkimet shkencore, po forcojmë partneritetet ekzistuese me synim të zgjerimit të bashkëpunimit me institucionet tjera kërkimore evropiane. Ndryshe, Ministria e Arsimit në bashkëpunim me udhëhecinë e universitetit ka vendosur që të themelohen 2 fakultete të reja, edhe atë Fakulteti Pedagogjik dhe Fakulteti i Bujqësisë.